Për të kuptuar sigurinë, duhet të kuptojmë çfarë është. Botoksi është emri tregtar i toksinës botulinike, një nga neurotoksinat më të fuqishme që njeh njerëzimi, e prodhuar nga bakteri Clostridium botulinum. Në terma të thjeshtë, ai funksionon duke paralizuar përkohësisht muskujt. Ai bllokon çlirimin e acetilkolinës, një mesazher kimik që i thot muskulit të tkuret. Pa këtë sinjal, muskuli lirohet dhe rrudhat zhduken. Kur injektohet në doza mikroskopike nga një profesionist, ai konsiderohet i sigurt për përdorim të menjëhershëm, por i sigurt nuk do të thotë pa efekte anësore. Le të ndajmë efektet anësore në dy kategori, duke u bazuar në të dhënat e Agjencisë Amerikane të Ushqimit dhe Ilaçeve dhe studimeve neurologjike. Efekte e tafatshkurtra, ditët ose javët e para, gjakderdhje, enjtje dhe dhimbje në vendin e injektimit. Ptosis, rënja e qepallës ose vetullës. Kjo ndodh nëse toksina migron ose udhëton drejt muskujve fqinj përreth syrit. Simptoma të ngjashme me gripin dhe dhimbje koke të lehta. Efekte e tafatgjata, pas vitesh përdorimi të përsëritur. Atrofia muskulare, tkurja e muskulit. Nëse e mbani një muskull të paralizuar për vite me radhë, ai humb masën dhe hollohet. Në afatgjat, kjo mund të bëjë që fytyra të duket më e plakur apo e lëshuar kur botoksi kalon, sepse humbet mbështetja muskulore. Rezistenca ndaj botoksit. Sistemi imunitar mund të fillojë të prodhojë antitrupa kundër toksinës, duke bërë që produkti të mos funksionojë më ose të zgjasë shumë më pak. Ndryshimi i shprehive të fytyrës. Kur disa muskuj paralizohen, muskujt e tjerë përreth tyre punojnë më shumë për të kompensuar, gjë që mund të krijojë rrudha të reja të panatyrshme në zona të tjera. Përtej botoksit, produktet që lyejmë çdo ditë në lëkurë, kremrat, serumet dhe kozmetika mbajnë një rrezik tjetër, ndotësit dhe rregullatorët endokrin. Lëkura jonë thith një pjesë të madhe të asaj që vendosin mbi të. Pyetja e madhe që shtrohet shpesh është: a shkaktojnë produktet sëmundje si kanceri apo çrregullime neurologjike në terma afatgjata? Shkenca sot ka disa përgjigje të qarta për disa përbërës. Sipas studimeve të toksikologjisë, ekspozimi i vazhdueshëm ndaj substancave të caktuara kozmetike mund të akumulohet në trup gjatë dekadave. Përbërësi: parabenët, gjendet në kremra dhe në shampo, ftalatet, në parfume dhe në llakun e flokëve, plumb dhe kadmium, në disa buskuq hijesysh me cilësi të ulët. Po për vetë botoksin, a shkakton ai sëmundje neurologjike? Deri më sot nuk ka asnjë provë shkencore që vërteton se botoksi kozmetik shkakton sëmundje si Alzheimer, Parkinson apo sklerozë. Ai vepron në nivel lokal dhe nuk hyn në sistemin nervor qendror në doza të tilla që të shkaktojë sëmundje sistemike. Rreziku i vetëm i madh vjen nga aplikimi i gabuar nga persona të pakualifikuar, gjë që mund të çojë në botulizëm iatrogenik, helmim i rënd, por ky është një aksident mjekësor, jo një efekt i rregullt afatgjat. Si të mbrohemi? Udhëzuesi i sigurisë. Zgjidhni vetëm mjek të certifikuar për ndërhyrjet mjekësore. Asnjëherë mos bëni botoks në sallone bukurie apo nga parukier. Vetëm dermatologët dhe kirurgët plastik njohin saktë anatominë e muskujve dhe menaxhimin e komplikacioneve. Lexoni etiketat për kozmetikën e përditshme. Përdorni aplikacione për të skanuar përbërësit dhe shmangni produktet që përmbajnë paraben, ftalate, formaldehid apo parfume sintetike të paqartësuara. Bëni pushime periodike për shëndetin e lëkurës. Nëse përdorni botoks, këshillohet që her pas here të rini muskujt të rikuperohen plotësisht për të shmangur atrofinë e parakohshme muskulore. Në fund të ditës, dëshira për të dukur bukur dhe e rinuar është plotësisht njerëzore. Botoksi dhe produktet moderne janë vegla të fuqishme, por si çdo vegël e fuqishme kërkojnë respekt dhe kujdes. Sekreti nuk është ndalimi total, por informimi dhe moderimi.
Trupi juaj do t'ju falenderojë pas 20 vitesh për vendimet që merrni sot. Nëse ju ndihmoi ky investigim i shkurtër, shtypni butonin like, bëni subscribe dhe për më shumë video të bazuara në shkencë dhe më shkruani në komente. A keni bërë ndonjëherë botox apo jeni përdorues të kozmetikës natyrale? Shihemi së shpejti.